Atëherë, cilat janë këshillat tuaja për prindrit që të mos e vuajnë shumë fëmijët divorcin? Në mos prindrit shqiptar ne kemi një zakon që themi të ndihmojnë fëmijën. Tani, unë e kam folur dhe më parë këtë në televizionin tuaj, po mos ndihmove veten tënde, nuk ndihmon dot fëmijën. Në qoftë se ti ke ndodhur, në qoftë se ka ndodhur divorci, unë e marr me mend që në atë divorc ka patur konflikte, ka patur diçka që nuk ka shkuar, dhe ndoshta ka patur vite që ka ndodhur një lloj konflikti ndaj njëri tjetrit që fëmijët kanë qenë në shtëpi dhe nuk lëvizin dot. Nuk thot dot një 5 vjeçar që unë tani do iki se nuk do të dëgjoj prindrit dy kozen. Domethënë ndihem si në burg gati nga ana psikologjike emocionale. Gjëja e parë që prindi duhet të bëjë është të kujdeset për veten. Sepse kur ndodh divorci është njësoj sikur shkulet i lule, dhe tani ato rrenjë duhet futen diku tjetër. Ndahen dy prindër, shkojnë në dy familje të ndryshme. Atëherë të dy prindrit përgjegjësia e parë është të kujdesen për veten e tyre. Jenë sa më të shëndetshëm. Përgjegjësia e dytë është të kujdesen ndaj njëri tjetrit. Nëse fëmia e shikon që nëna flet keq për babain ose babai flet keq për nënën, është një gjë shumë e rëndë. Më e rëndë se sa divorci vetë. Për arsye sepse fëmia ka dy prindër. Le ta ketë gabim njëri, që asnjëherë në një lidhje nuk është vetëm një person gabim, gjithmonë janë dy persona. Por ta zemë se personi është abuziv. Ose është merret me drogë dhe nëna ose babai nuk e do, thotë këto ndarmi, kjo ti nuk do të shrohesh, nuk do të ndihmosh veten. Tani ti po i flasësh fëmijës keq për atë prind, megjithëse mund të kesh shumë të drejtë, fëmia vritet nga ana emocionale. Sepse do ta ish babai im, më prapë e dua. Dhe pjesa e tretë pastaj, tash nisin nga vetja, nisin nga njëri tjetri, respekti ndaj njëri tjetrit, dhe pjesa e tretë, kujdesi ndaj fëmijës duke patur vëmendje të madhe nga ana psikologjike, nëse ka ndryshuar dhe fëmijët e shikojnë ndryshimin më shpesh dhe tregojnë më mirë se sa të rriturit, sepse fëmijët e tregojnë më shumë në trup. Zakonisht një fëmijë i vogël kur rritet nga ana emocionale psikologjike si puna e divorcit, vuan nga stomaku ose dhimbja e kokës. Mund të dëgjosh fëmijë që thonë më dhem stomaku, ose më vjen përtëpia, ose më dhem koka. Këto janë anët fizike që fëmia e nxjerr nga ana emocionale. Ndërsa një fëmijë që është më i madh, për shembull në një moshë adoleshenti, mund të jetë më i irrituar, mund të duket sikur e ka traktuar babai ose nëna për shundat, për i vendimin, nëse vendimi është i përbashkët, është akoma më mirë, sepse prindrit mund të ulen dhe thonë, ne kemi vendosur që nuk do jemi bashkë, por kjo nuk ka arsye që jeni ju fajtor, ne ju duam, dhe këtu do jemi me ju për gjithmonë. Por adoleshenti e buan më tepër, është në fakt pika më delikate për një fëmijë adoleshent, sepse kalon tranzicionin e adoleshentit për vete, dhe ai është tranzicion shumë i vështirë. Dhe në të njëjtën kohë i vjen dhe një dallg e ndarjes së prindërve dhe duhet mbajtur të dyja një balancë që është delikate dhe e vështirë ta mbash. Se kjo bisedë kryesisht i kushtohet fëmijëve me prindër divorcuar, por nuk mund të shmangen këto pyetjet për çiftin. A mund të shpjegosh pak që të dy janë fajtor? Po, nuk është gjithmonë që të dy janë fajtor, sepse ondash faktorë të ndryshëm pse janë ndarë. Por në qoftë se çifti për shembull nuk duhet të nxitohet, sepse dashuria nuk mund t'i vesh kohë dashurisë. Por ato fjalët, ato që nisën kur nisim seancën, 5 gjërat që thash më përpara, duhet të bisedohen para se të ndodh lidhja në rast të parë. Kam arsyes si është ndarja finale, çdo njeri ka mënyrën e mundësinë që mund të rregulloheshin ato gjëra, po këtu është? Pikërisht. Po. Pikërisht. Gjëja, domethënë, sidomos në fushën e psikologjisë, për ne si psikologe, arsyeja e parë është që çifti të jetë në një familje, të lidhet, të ndihmohen. Dhe kur thash që të dy mund të kenë problemet e tyre, sepse kur nxjerr gishtin ndaj njëri tjetrit, është gjëja më e keqe që mund të bësh, për arsye sepse do të kthesh gishtin ndaj vetes, po e kam unë fajin, si unë mund ta kuptoj këtë person. Se në rast të parë ti duhet të kuptosh jetën e personit. Nuk po flas për individ abuziv. Nëse individi është nga ana psiqike i smur dhe nuk kërkon ndihmë, nuk do ndihmë. Dhe kjo ndodh kthehet në abuzim ndaj partnerit ose fëmijëve, nuk e ka fajin as fëmia as partneri. Personi vetë, dhe se ai duhet ndihmohet ose duhet ndihmoj veten. Nëse ai përdor drogë dhe alkool,
kjo është diçka që nuk mund të thuash që dy e kanë fajin, ose ajo përdor drogë dhe alkool, se ka të dy anët. Por, nëse një çift ka një keqkuptim për shembull, ose ka shumë keqkuptime, kjo mund të ndihmohet. Dhe këta e kanë të dy fajin nga një anë, sepse ne, sidomos individët intelektual, thonë, unë kam të drejtë. Ne e dim fjalën që do të jesh të drejtë apo do të jesh i lumtur. Dhe nëse je i lumtur, do lumturin, atëherë do të japësh rrugë dikujt partnerit që kërkon që thot është dhe këta e përdor edhe në seancë, thot është qielli roz. Dhe ti tani thua jo është blu. Janë gjëra që mund të zgjidhen. Është ai parimi që thonë kur nxehen dy veta, mi mençur i ka fajin. Sigurisht. Atëre në një lidhje të dy duhet jenë të mençur në mosnjë. Po e kuptoj. Është puna e balancës peshores. Këto janë gjëra që zgjidhen. Gjëra që nuk zgjidhen është tash droga, alkooli, problemi mendor në personin që nuk kërkon ndihmë, abuzimi nuk do të kohë. Ne kemi një keqkuptim kur themi që ky ka abuzuar gruan, turp të keq, se bën këtë. Njeriu është shumë i stresuar në atë kohë, në atë moment. Problemi është kur ati i thuaj që ti ke stres dhe të duhet ndihmë, dhe ai thotë jo nuk dua ndihmë, dua të vazhdoj abuzimin. Aty është problemi. Nuk është problemi kur ndodh abuzimi, se kollaj të gjykuar atë person. Nuk është problemi kush ai që pi. Është kollaj të gjykojmë, sidomos në kulturën tonë është të mos pi. Po ti nuk e di pse ai e pi atë alkoolin. Alkooli pihet sepse shumica e njerëzve duan të mbajnë ndjenjat e tyre që janë shumë të vështira poshtë. Nuk duan të nxjerrin në sipërfaqe, janë të dhimbshme. Doktore, sa dikon komunikimi hapur i prindve me fëmijët, pra duhet të ketë tonin duke mos folur me zë të lartë, po qoftë edhe duke përdorur fjalë të përshtatshme, jo të papërshtatshme. Si do ta sillni juve këtë këshill? Ne aty që ndikon, por ndikimi më i madh është sjellja e prindit. Sjellja e prindit, ti mund të thuash fëmijës gjithë ditës që nuk duhet të thuash fjalë të këqija. Nuk të lejohet në këtë familje, por nëse ti e përdor fjalën, ti ja ke mësuar automatikisht fëmijës ato fjalë. Ti mund të thuash do të bësh fëmijë i mirë, ti mos bësh keq në jetë, dhe ti nëse sillesh keq në familje me partnerin ose me fëmijën, ti po i mëson se si të sillet keq. Fëmia nuk dëgjon fjalët. 99% fëmija shqipon sjelljen e prindit. Dhe nëse prindi nuk ka rritur veten, sepse vjen një kohë që ti mund ta ankosh gjithkohës për të më ka bërë prindi im, prandaj jam kështu. Të gjithë kemi mundësinë të bëhemi më të mirë në të ardhmen, për një shoqëri më të mirë. Dhe fjala komunikimi i hapur ndaj fëmijëve për mirë ose për keq ka konsekuencat e saj. Domethënë nëse ti për shembull me fëmijët flas shumë afër, po kuptohet me moshën e tyre, me fjalët e tyre. Nuk do të them diçka dramatike të një 8 vjeçare, por mund të them që kjo ndodh për këtë arsye. Ta kuptojë edhe fëmia. Por ne jemi pasqyrë fëmijës, sjellja jon është çfarë do bëhet fëmia. Sjellja jon kur i japim fëmijës, kur nuk i japim, kur i themi këto limitet, edhe një limitet janë më të rëndësishme se sa jo limitet. Ndërsa pjesa e hiç komunikimit, jo komunikimit, ajo ngritja e zërit ose zënjet në familje, është diçka që i sjell fëmijës një lloj frike, një lloj ankthi që në të ardhmen ai fëmijë do ketë probleme me ankth, me anxiety, me depresion, sepse çuri nuk është i zhvilluar dhe kur një prind vërtet fëmia trembet, jo fëmia, po të gjithë tremben. Dhe në atë moment i vjen papritur, fëmia quhet në high alert, çfarë po ndodh, dhe kur ndodh shpesh, i quhet chronic stress, sepse megjithëse jam psikologe, se në një të sjell veten këtu sikur jam perfekte, nuk ka prind perfekt. Ne përpiqemi të jemi sa më të mirë për fëmijën dhe për veten tonë. Por, në qoftë se ti bën një zënje të shpeshtë në familje, kjo do të thotë që komunikimi nuk po ndodh, dhe po i sjell fëmijës një lloj stresi që në të ardhmen kur ai të jetë i rritur, fillon ka ankth dhe mund të bëjë të njëjtën gjë që të bërë ti në familje.
në familjen e tij ose të saj. Domethënë, rrit një të ardhme, si do të arritësh të ardhmen? Të shëndetshme apo jo? Këtë zgjidhjen e dim nga ana psikologjike, nga ana intelektuale, të gjithë do të rritin fëmijë të shëndetshëm. Po, kuptoj. Por bëhet puna që duhet vënë te ajo gjë.